Përshëndetje. Sot do të gërmojmë thellë në një pyetje vërtet intriguese. Do të përdorim idetë e investitorit legjendar Charlie Munger, por të aplikuara specifikisht në botën e shpejtë dhe shpesh brutale të restoranteve. Është një histori që e njohim të gjithë, apo jo? Një restorant hapet, ushqimi është fantastik, vendi është i mrekullueshëm, por pas disa muajsh dyert mbyllen. Pse ndodh kjo? Përgjigja shpesh nuk gjendet në pjatë apo në kuzinë, por brenda mendjes sonë. Dhe ky citim e thot në mënyrë perfekte. Nuk po flasim për gabime biznesi në kuptimin tradicional, si financat e këqija apo marketingu i dobët. Jo, këto janë kurthe të mendjes, gabime kognitive të programuara thellë në mënyrën se si ne funksionojmë. Kjo është pikërisht ideja kryesore e Charlie Munger. Mendojni këto si sabotator të padukshëm të vendimarrjes së mirë. Janë në rrogë të shkurtra që truri ju merr, por që shpesh na çojnë në drejtimin e gabuar. Le t'i grupojmë në disa tema për të parë se si funksionojnë në praktik. Në rregull, le të fillojmë me temën e parë. Kjo ka të bëjë tërësisht me mënyrën se si egoja jon mund të na pengojë të shohim biznesin qartë, ashtu siç është në të vërtetë. Ky është një klasik absolut. Mentaliteti ushqimi im është aq i mirë sa flet vet, nuk më duhet marketingu. Problemi është që ushqimi nuk flet. Mund të kesh pjatën më të mirë në botë, por nëse askush nuk e di që ekziston, ajo thjesht nuk ekziston. Dhe kjo ilustron në mënyrë geniale atë që quhet paragjykimi i vetëshërbimit. Kur gjërat shkojnë mirë, themi, ishte fushata ime e marketingut, isha gjeni. Kur gjërat shkojnë keq, ishte moti i keq, ose klientët nuk e kuptojnë. Kjo e bën të pamundur të mësosh, sepse kur nuk e pranon se problemi mund të jesh ti. Këtu kemi një tjetër kurth të egos, angazhimi i tepruar ndaj vendimeve të së shkuarës. Për shembull, ajo pjata që askush nuk e porosit për që mbahet në menu thjesht sepse ka qenë këtu që ditën e parë. Biznesi bëhet skllav i vendimeve të vjetra, edhe kur të dhënat bërtasin se ato nuk funksionojnë më. Tani, le të shohim se si gjërat komplikohen. Këto paragjykime nuk prekin vetëm pronarin, ato infektojnë të gjithë ekipin dhe krijojnë probleme të mëdha në mënyrën se si menaxhohen njerëzit. Ky është rasti kur ndjenjat personale të kalojnë performancën objektive. Të gjithë e njohim atë kamarier karizmatik që të gjithë e duan, por që vazhdimisht merr ankesa nga klientët, menaxheri e mbron sepse e pëlqen. Zgjidhja e propozuar këtu është e thjeshtë, përdor metrika objektive, si anketat, për të matur performancën, jo simpatin. Tani, ky është një problem i madh. Autoriteti i pakontrolluar çon drejt për drejt në dështime të cilësisë. Shefi thot nxirreni pjatën, edhe pse të gjithë në kuzhinë e dinë që nuk është gati. Por askush nuk flet, askush nuk guxon, dhe në fund klienti merr një produkt të dobët. Dhe antidoti për këtë? Është thelbësore të ndërtohet një sistem ku ideja më e mirë fiton, pavarësisht se nga kush vjen. Kjo kërkon një përpjekje të ndërgjegjshme për të krijuar një kulturë ku njerëzit ndihen të sigurt për të folur hapur dhe për të vënë në dyshim vendimet, pa frikë. Mirë, ky grup i rrallës i kurtheve dikon në pamjen e madhe, çmimet, inovacionin dhe kuptimin e asaj që klientët duan vërtet. Këtu, gabimet mund të jenë vërtet të kushtueshme. Kjo tregon paragjykimin e kontrastit në veprim. Burgeri prej 12 eurosh mund të jetë në fakt i mbiçmuar për tregun, por kur e sheh në menu pranë biftekut prej 25 eurosh, trurit thot, hey, 12 euro duket si një ofertë fantastike. Është një lojë e thjeshtë perceptimi. Dhe kjo lidhet me efektin e spirancës. Numri i parë që shohim, në këtë rast 18 euro, bëhet spiranca që fikson perceptimin ton për vlerën. Edhe pse çmimi real ishte gjithmonë 14 euro, fakti që shohim një ulje na bën të ndihemi sikur po bëjmë një pazar të mirë. Ky është një kurth gjigant. Ne në mënyrë aktive kërkojmë informacion që konfirmon atë që tashmë besojmë dhe injorojmë gjithçka që e sfidon atë. Pra, nëse menaxheri beson se klientët duan vetëm ushqim tradicional, ai do të vërej vetëm ata klientë që porosisin tradicionalen dhe do të injorojë plotësisht kërkesat për diçka të re. Pra, si e lufton këtë? Duhet të bëhesh një shkencëtar i biznesit tënd. Formulo një hipotezë, si për shembull, klientët e mi duan më shumë opsione vegane. Dhe pastaj, përpiqu ta rrëzosh atë. Kërko prova, mblidh të dhëna, testoje.
mos u mbështet vetëm tek intuita. Mirë, pasi pam gjithë këto kurthe, pyetja logjike është, çfarë bëjmë? Dhe Chelsea nuk është të përpiqemi të bëhemi më të zgjuar apo genial. Jo, ka të bëjë me diçka shumë më praktike. Dhe ja ku është mësimi themelor nga puna e Munger. Suksesi në biznes ka më pak të bëjë me momente genialiteti dhe më shumë me shmangjen e vazhdueshme të gabimeve të thjeshta dhe të parashikueshme. Është kaq e thjeshtë. Zgjidhja është të ndërtosh një sistem. Duke i njohur këto pika të dobta psikologjike, mund të krijosh procese që e mbrojnë biznesin prej tyre. Për shembull, lista kontrolli, vendime të bazuara tek të dhënat dhe një kulturë ku të sfiduarit e ideve të shefit jo vetëm lejohet, por edhe shpërblehet. Dhe kjo, në fund të ditës, është pyetja më e rëndësishme për të marrë në konsiderat. Cili prej këtyre kurtheve të padukshme psikologjike po vepron në biznesin tuaj, pikërisht tani? Sepse hapi i parë për t'i çaktivizuar këto kurthe është thjesht të dish ku t'i kërkosh ato.